që në aspektin nështë edhe ideologjik, mu ka duk pak e çuditshme, sepse PSHDK-ja gjithmonë ka qenë ka e djatha, ose ka e qendrës, ka qenë me LDK-n dhe me AK-n gjithmonë e afër, dhe kjo lëvizje kaq radikale tyre nuk e di cila me konservativët vetëm nga muslim, po më nga që përfaqëson religionin musliman, vetëvendosja ishte shumë e afërt. Tash po tash e kinë vendosje, po ki prap ki të tillë. Se konservativ janë në të dy anët. Janë konservativ. Shkojnë konservativ, unë edhe thash më Partia e Drejtësisë me Gzonin, pa shkoj tek LDK, e mani me është koksi duket që vetëvendosja ka kompenzuar, por e ka kompenzuar me religionin tjetër. Kjo është ide. Paksoj për këtë aderimeve. Dhe me thënë, PDK-ja ka arrit me familjen, me gjase dhe nisma, jo si koalicion, po do t'i bashkuat me një numër caktuar të kandidatëve PDK-s, për ndryshe nëse shkon e vetme, e ka të qartë, dhe me thënë, një farë mënyrë, verdiktin është shumë e vështirë në zgjedhje që pritet me marrë dikun pjesëmarrja me qenë diku rreth 1 milion, me mbrime i marrë 50.000 vota, është kogja e vështirë, për shkak se nuk ka garu vetë me nisma që sa ku, i kanë hupe dhe strukturat në për disa degë, e ka shumë problem, kështu që ma mirë për nismën është një bashku PDK-s me një numër caktuar të kandidatëve ose eventualisht edhe LDK-s, se sa me hije vetëm në zgjedhje. Sa i përket LDK-s, unë e kam pa Gzim Hazrollin edhe Ermal Sadikun si dy prurje të rëndësishme në LDK, janë njerëz të respektuar që kanë bagazhin e tyre secilin në fushën e vet. Sa i përket AK-s, Qula Agim Qeku ka qenë kryeministri i AK-s para pavarësisë, mirë po Agim Qeku është një njeri që respektohet edhe për luftën që ka bën Kosovë, për atë sa ka mri me qenë prezent këtu, po një normalisht vërsohet edhe për luftën që ka bën në Kroaci, edhe mendoj që Agim Qeku në AK ka me mri me e mbledh një vot kogja të madhe të diasporës.